Përshëndetje dhe mirë se vini të vjen kanalin tem. Sot parapi ndryshe videon, jam të bashkuar tek Flowmark apo që quhet ndryshe pazari i gjërat përdorura dhe tash marr me vitën. Mi thonë Elena, se po duhet blej një gjë, po thjesht e dola dhe i gjiro më shumë se asnjë gjë tjetër. Me kalu pa kohë. Si përfundimisht dola pa si gjë, se shkova shumë vonë pa dhe s'kishte një gjë. Hajt mo, nejse i gjiro. Sot po bëj një ndryshim tek tulet e mia, ora që diçka shkojnë mirë dhe të mbjetojnë. Po ndroj dhën, sepse në përmendimin tim ky dheu është konsumu dhe du që lulet të jenë mirë, uroj që të jenë mirë me tamam. Do i lë pak, okej, duket se janë mirë, se rrajt i kanë mirë. Pari se ditëve i kanë nuk i di që se i shikoni, i kanë prej, sepse e pashi shumë kishin fillu mu kal bërrajsh, por mësa duket rrajt i kanë shumë mirë, thjesht për jo ndroj dhejnë që bëhen akoma më mirë. Ndërkohë që unë po mbush vazo, kam blerë pak vazo të reja për këto, ndërkohë që unë do mbush vazot, këto po i lë këtu në ujë, që të rrinë dhe të hidratohen pak. Do i gjysë shënuj. Kema shaqen dhe shumë mirë. Tani edhe kjo duk ka mirë. Do në zoti janë mirë me taman. Kështu do i lënuj. Tani do e pres këtë monsterën, sepse është rritë shumë dhe nuk kam shumë vend në shtëpi, por do ju tregoj pastaj se si do e lë. Përdor këtë dhënë nga shumë dhe është apo se fat për bimë jeshile. Ndërkohë po shikoj këtë tërtanin. Një pjesë të luleve i vendova kështu, këtyre i ndrova saksijat të dyjave, i bane pra një saksi më të madhe. Kjo ishte shqiponja madhe që unë e preva, në fakt se ishte shumë e madhe, nuk isha si me menaxhu më tepër, këto ishin me rrojnë, ndaj i molla direkt edhe herë, shohim si do shkojnë. Këto duken mirë për momentin, uroj që të shkojnë mirë deri në fund. Ecjet mas dite janë preferumet e mia dhe këtë herë kisha një surprizë, një lepër e egur që s'kisha pa kur një temë kaq ofër lepër, sidomos të egër dhe ishte shumë i bukur, po kaloi shumë shpejt. Pas ditës së djeshme që unë rregullova lulet, pra ju ndryshova dhënë, përfitova një vazo plot e përplot me gjethe lule shqiponjet. Ju shikoni për shembull kjo është e njohur. Jam të gjethet e reja që kanë dalë. Mund të qel prap ndoshta, ku i dihet, në ujë është. Dhe do i presim që të na rrënjëzohen dhe pastaj do shohim që do shkoj puna atyne. E kush nuk ka dëgju për mokit, këto ambelciat e famshme të Aziz që janë bërë shumë virale dhe unë i kisha parë në fakt shpesh te Edeka, por si kam provuar asnjëherë. Sot e bona zemrën gurë dhe mora 3 nga këto. Kishin shihet të lezetshme dhe ishin të mira. Si njëri që nuk ka në ambelcia shumë bos nuk i ka qejf. Që një është të në me në ekse. Me i përvërsin të mu. Kada pesemi.
kurse dili është pushim, domethënë është me lënë 24 orë aty. This. Goca, unë kam dalë të eci. Dua të rikthejmë edhe një herë në rutinën e të econit, sepse qysh kur jam kthy për në Shqipëni, nuk është se kam dalë me ecë rregullisht, edhe kjo gjë më mungon, si nga ana psikologjike, por edhe nga ana fizike, dhe dua t'i përmbush rreth 10.000 hapa, por nuk ka rëndësi që duhet jenë se s'vend 10.000, rëndësishme është që të dalë, të bëj këta aktivitet dhe ta filloj edhe një herë aty ku e lash. Është gjëja më e mirë që mund të bëj për veti për momentin. Kështu që edhe një herë kthehemi në bazë. Kam dalë, kam vesh trençkat për më dalë me ecë, por shumë ndihem më rehat. Këtë e thot gjëja që më përshtatet. Për momentin, po vazhdoj ecje. E kam bërë një mënyrë shumë çuditshme që thjesht mos të prek zinxhirt edhe të bëhet gjithë graso. Kam dalë me ecë mas shumë kosh edhe është shumë nxehtë, është 30 gradë këtu në Gjermani, por sot do freskohet koha edhe jam bë ujë. Nuk I kam bë 10.000 hapa, por është okay, edhe 4.000 hapa ose 5.000 që mund t'i bëj sa çka në shtëpi. Por kam dalë me ecë dhe kjo është një gjë e mirë. Yeah, I'm proud of myself. Një pjesë të luleve I vendova kështu, këtyre I ndrova saksia të dyjave, I bane pra një saksi më të madhe. Kjo ishte shqiponja e madhe që unë e preva, në fakt ishte shumë e madhe, nuk isha si me menaxhu më tepër, këto ishin me rrojnë, ndaj I molla direkt edhe herë, shohim si do shkojnë. Këto duken mirë për momentin, uroj që të shkojnë mirë deri. Le për e egër midis qytetit, po ishte kaq I bukur, por iku shumë shpejt sepse u trem nga unë, por ishte cute. Pas ditës së djeshme që unë rregullova lulet, pra ju ndryshova dhenë, përfitova një vazo plot e përplot me gjethe lule shqiponjet. Ju shikoni për shembull kjo është e njom, jam të gjethet e reja që kanë dalë, që për shembull kjo mund të qel prap ndoshta, ku I dihet, nuk është. Dhe do I presim që të na rrënjëzohen dhe pastaj do shohim si do shkoj puna atyne. Kjo pajisja që shikoni këtu është pajisja që unë kam bler për me zi vët. Tani do thoni jo, po hajtë se ne I zim edhe normalisht si kena zi gjithmonë. Po kjo është shumë e thjeshtë sepse I vën këtu, I hall ujin edhe zihen vetë dhe mu çoruhen shumë ka. Nuk ka se domethënë
me morrin shumë kohë dhe mu qëru. Inshallah. Tani unë flas shumë kur dalin krejt keq vët. Do shtrydh edhe një gjysmë limoni, që ta pi esull me ujë të vakët edhe me pak mjaltë. Në fakt kam një mjaltë që e kena ble këtu në Gjermani bashkë me një përzimje të fare zeze kështu. Kjo është mënyra më praktike se si është shtrydh limoni. Mjalta që unë përdor pra është kjo Honig Premium Mix Gamadina, e cila është bërë në Gjermani dhe kam hell një gjys lugët këtu tek uji me limon, që kjo do shkrin, edhe pastaj do e pi kështu në tesull. Në esull, se tesull kam bënë si malësorë për zote. Kështu duket edhe limoni me mjaltën. Shtova pak domate, pak djath dhe një gjys rriskët bukë, që ime në rregull. Dole me ecë dhe pyeta këtë çantën e kashtës tek një nga vendet që lëjnë gjana njerëzit. Në fakt është pak e përdorur, nuk është se është e përdorur, shife qartë, po për ndonjë shooting, për të mbledhur ndonjë lule, për kështu që është cute, është super. Bëra një pazar të vogël dhe tani do gatuaj diçka për të mshash për t'ja lënë gati. Sepse unë jam masdite në punë, kam një gjyqi gjermane që rënë të në kohën këgjera shumë që nga funksion në shpi edhe ku është për shafë shumë njerë në që rënë të më shikon gërë dhe të mi krejt për qëndrimi dhe ajo që ti më thanë. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت Update i vogël për lullet e mia, janë shumë mirë me sa shoh dhe kanë qel. Qiko i pak mash. Këto i kam vu kështu, ora që mbjetojnë. Dhe kjo këto që besoj do qel gjithë tre së shpejti. Janë mirë për momentin. Dhe së është në të ftofta që të bënd të nxjerrësh edhe bakët në fakt. Kështu, po pjeshi. Por nuk të nxjerrësh shi për një shpëtran, të thjesht të tina. Faleminderit në fakt të gjithëve që jeni këtu dhe uroj që të shtypni ato butonat like, subscribe, ndonjë koment bukur, sepse na motivoni dhe normalisht kur na motivoni hedhim më shumë video. Por, në fakt kjo video është një video si gjithmonë me pak copsa kujtimesh të bëra gjatë këtyre ditëve dhe uroj që ta shohni deri në fund. Kam një update për t'ju bërë për lulet e mia të bukura, se shikoni, unë e coptova shqiponjen e madhe që kisha dhe e kam darë këtu, i kam rajt, për momentin janë super, por do vazhdoj t'i lënë ujë pakten edhe për një për ju kohet, sepse nuk e dija shkoha e duhur për mi fut në dhe, por për momentin edhe nuk kam hapësinën e duhur për mi fut në dhe. Për momentin do i lë këto dhe këto vetëm sa vinë edhe shtohen rajnë, që shikoni kanë shtu jashtëzakonisht shumë, por në fakt duket edhe bukur kështu si lule në shtëpi, duket edhe bukur, ndaj do vazhdojnë të rrinë kështu edhe për një kohë, për një periudhë kohe. Ja kam ndru ujë një herë qysh se i kam fut në fakt, mund të ketë 2 javë që i kam vu,
por i ka mush me goxha uji nuk ka kanë pesë, nuk ka kanë ndoton, edhe nuk kam pa të arsyeshme për me u ndru ujin. Me sa po shoh këta rajt pas ka nevojë me u hek këtë silvoshk që e kanë dhe t'i pastroj pak, por për momentin janë shumë mirë. Ajo që unë kam zbulu, sa bukur duke, të lulet janë shumë bukur për photoshooting. Kur ka pas bote foto bukra me lule, më thare, wow, tani u zbulu arsyeja për çfarë s'ri da man lule. Po jo, në fakt, lulet sikur gjallnojnë, e bajnë shpinë më të bukur, edhe është shumë gjësi e bukur kur ti shef lule që kanë lëshur gjethe të reja. Dhe kështu, një plant mother, plant mom, edhe pse unë nuk i kam kështu termat të qef kur thojnë mam për bimët apo për kafshët, por ja, u bëm. Dhe ju doni me shumë lulen tuj, mjafton që të veni në dhe këto rënjë që dalin her pas here tek trungu i shqiponjës. Kështu, kjo është monstera ime që rritet ditë pas ditës dhe është shumë e bukur edhe kështu për të vënë si zbukurim në shtëpi, për të na gjallënu pak shtëpinë. Pastaj, se mos kam vetëm këto, jo, kam plot, kemi plot lulka. Kam 3 orkidet e mia që vazhdojnë dhe janë me mu. Kam 2 për momentin këtu. Kam edhe këtë këtu. Ju kam vu nga një tip pjatet, por nuk është për këtë punë kjo pjata, por thjesht që mos pikojnë dhe mos më bëjnë vendin pis. Por ajo që dua t'ju tregoj unë është kjo orkidja që unë kam në dorë për momentin, e cila na ka lshu dhe një gjethe tjetër këtu, nuk e di sa arrini të dalloni ju nga atje. Në fakt tyne ju ndrova vazot, sepse ishin vazot shumë të vogla dhe thasht ti lë pak në ambient më të madhe që zhvillohen më shumë. Pas ka lshu edhe një rranj, jo vetëm nuk e di sa pajt. Këtë që ka hap dhe aty poshtë kemi edhe një rranj të vockël që po del. Ja. Kjo do të thotë që kam bërë një punë të shkëlqyer. Këto janë të trija në fakt, duken shumë të shëndetshme, duken shumë mirë. Uroj që të vazhdojnë të jeni mirë, dhe pse me zemër në dorë për to, por si duket janë mirë dhe do marrin veten akoma më shumë. Uroj që në pranverë kemi edhe lulka nga këto. Në anën tjetër kam edhe fikusin bashkë me atë, edhe ajo është shqiponjë, pra është monstera, pa nga familja monstera. Sido që thot kjo fjala, Olin tha monstera, monster është me ato gjethet e me vrima. Dhe ato është shumë mirë, ja kam ndru vazën edhe asaj, edhe fikusit po ashtu, i kam la rranj shu, i kam pastru goxha dhe rranjit. Shofim tani si do ecin, uroj të ecin mirë, sepse i kam shumë për zemër, dhe mezi po pres të kemi hapësim pak më të madhe dhe të bëj akoma më shumë lule. Kjo ide nuk do i pëlqej burrit tim as pak. O, zot. Normalisht që jo, por do kem hapësim mjaftueshme për vedin tem, kështu që do kem hapësim edhe për lule. Po hap një nga këto zarfet e DHL-s që oh no. Marr një pako tek një nga këto pak stacionet që më kanë pru një pako dhe nuk pita me marrë, se nuk po gjesha numrin e uphollung numër aty tek aplikacioni dhe nuk mund të ta merja. Tani sa vin shtëpim ka ardhë letra që me shku me marrë. Hajt, nejse, që të bëjmë, tani do të shkojmë edhe herë ta marrë. Sepse kam përësit sa gjana për shtëpi, se gjana halas më kanë ardhë, uroj që të vinë sa më shpejt. Pastaj do t'ju tregoj edhe çfarë kam marrë, por te kjo video jo, sepse nuk i kam hala, do të më shku mi marrë edhe herë, me bajt njëjtën rrugë edhe herë tani. Tani unë po shikoj të rrojt e shqiponjës to dhe po vrej që vetëm qelin dhe pas kanë qel për shembull edhe 2 nga këto sythet që janë tek kjo si trung i shqiponjës që dalin këto si rranj gjigande që pastaj ato nxjerrin filizat të reja rranjësh. Më shumë e lumtur. Këtu do kem shqiponja mjaftueshëm për të dhuru sa
Kurdo që të vitë shtëpia jeme, do I dhuroj shqiponjë. Në fakt, më pëlqen të dhuroj lule që mbesin, lule që janë të gjalla, dhe më thanë, jetojnë për një kohë të gjatë dhe nuk janë lule që nuk që vyshken apo që ikun. Më pëlqen ato dhurata që mbesin për një kohë shumë gjatë. Dhe kështu kam bërë një pazar të vogël tek Turqit dhe do gatuaj. Kam bler dje dhe kimchi. O zot, vjen era gjithë shtëpis kimchi. I nxorra nga qesi atyne, edhe është praktikisht kjo këtu. Uroj që mos t'i dalin era jashtë, sepse në shtëpi, domethënë në frigorifer I vjen era skandal prej tyne. Du mundu me I bë vet, nuk e di domethënë, ako me do me njëtën shije si kja. Kjo ishte shije prej 10D, ndoshta, s'kishin shije kushseqa, por ndoshta me e bë vet në shtëpi ka shije tjetër. T'ju tregoj dhe prapë çfarë bleva tek një nga marketet turke këtu që kam afër shtëpis dhe është pështim për mu sepse e kam shumë afër dhe sa herë kalaj aty blej. Kam blej karrota, nuk di me blej me kile, më duken shumë me blej me kile. Mora simita, normalisht pjesa jeme që ka jetu në Turqi do të shmallet me Turqin dhe kjo është një mënyrë. 3 co, kanë erë shije I 100% si Turqi, kështu që pakten për ushqime dhe gjana turke nuk merr malli vetëm për vendin. Pra majdanos me përdor në ushqime. Pastaj kam marrë stomak pulet. Kush e di. Unë ha vetëm këto në pull. Domethënë kur bën mami pull në Shqipni, unë ha këtë. Nuk e di, domethënë është një fiksim. Dje I bleme, por kishin dalë pak më shumë të kripëra se sa duhet, ndaj po I bëjmë edhe herë sot. Kam marrë hurma për të bërë amëlsina, kam bërë një amëlsinë me hurma që uroj ta filmoj dhe t'ju tregoj edhe ju që del fantastike, nuk kam bërë një amëlsinë më të mirë. Dhe thash ti përdori këto hurmat për të bërë atë amëlsinën, sepse del shumë e mirë, nuk ka hiç sheqer, është super healthy, edhe është shumë e lehtë. Kam bler këto kasavetet për turshi sepse du me bë dy kavanoza, një kavanoz me turshia nga këto, sepse nuk po shqëlloj kastraveca të mirë për mi hangë, përveç disa që janë të turshit prap, por që janë markë boshnjake dhe ato I bëjnë shumë mirë, kripën e kanë sasinë e duhur, shijën e kanë fantastike, por tash ti provoj t'i bëj vetë edhe t'i bëj vetëm me ujë e kryp, në mënyrë që dhe të fermentohen dhe të na bëjnë mirë edhe për zorrët. Turqit ka një sifat shumë keq, se të listash më nuk kupton asnjë gjë. Edhe domethënë ta na bëjnë që vas kam blejnë. Këta pas kanë bërë si 4,45 €. Pa në fakt sa është I kile gati. Dhe ishte kilja 4,99. Du thonë që ka bërë 4,99. Se në fakt kanë 2, 1 non-food. Me siguri kjo. I kanë kërtuar nxjerruna prej tokës edhe I kanë shije të mirë. Këto I marrë të Turqit në fakt edhe janë super të mira, I përdori edhe për gjell edhe për fërges, edhe janë super. Pastaj pse kam edhe se vetëm një produkt mora më se janë këta unë simite që kanë bën 99 cent. Mora një ftu, edhe pse halo nuk kanë dorë ta ftojt që kanë erë dhe më pëlqejnë mu tek Turqit, po prap edhe ky pas ka pak erë. Është I mirë. Gjoja që unë vdes të Turqit janë kastravecat, sidomos ato kastravecat këtu që kanë një shije ndryshe nga këto kastravecat që blehen në supermarkete gjermane. Janë të njohur edhe kanë atë forcinë e duhur që duhet kastraveca me pas, edhe janë kështu. Për mua janë fantastik. Për mua janë më të mirë që mund të gjej në Gjermani. Masan janë ka marrë edhe shega. I ka marrë pak I shot vrame, sepse ishin dy çmime. Janë ishte 4,99 ose 4,99 më super bosha, ndërsa këto që ishin pak më të vjetra ishin 1,99. Edhe thash, pa ju jap një shans ty një herë, edhe I mora.
e që ishin edhe më lirë, unë vdes mas shejkave, kështu që 2,99 që na si samë për më. Dhe këtu s'po i bëjmë reklam venit, është një market që nuk të e kam offer edhe më ka pështu me thonë drejten, se për çdo gjë shka i to e kam krejt offer edhe që ashtë ka që offer. Se harrova, pritni marë. Ajo a tregova këto një, ky është djathi më i mirë i dhis që mund të hani, të pakten tek këto turket. Nuk i kam provu këto djathet normale, por ky djathi i dhis është dashni, është shumë i mirë, është me 50% fet edhe është fantastik, mos e harroni. Ky këto me këto dhejnë këto është fantastik, unë të shumicën e kohës, dhe pse është shumë i kripur, është 13,99. Imagjinat me thonë, por kështu është kur je fiksume edhe kur han djathin, si që me. Por është dashni edhe ja vlen çdo cent. Kur që nëse doni me hajë një djath mirë, ja sugjeroj dhe është fantastik. Kështu. Për momentin ky ishte edhe haulli jem i shkurt. Tani nuk kam që jo të rregoj gjatë tjetër për momentin, po mundohem të bëj këto stomakët dhe të bënoj pak kuzhine, normalisht të falem, edhe pastaj në kryet të detyrës. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك Ta hapim bashkë të paketën që mora tek Temuja. Nuk është në sponsorizume, e kam marrë me lek. Edhe shohim se si kanë ardhur. I këtu kam porosit një selfie stick. Dhe më hanë pëjtune që mund është me elan tokë dhe zxatët për me bë foto ose video edhe jashtë. Në fakt kanë ka shumë i vogël. Kanë ka i herë shumë i vogël. Super praktik. Se edhe në çantë edhe i rahat. Që sa i vogël kanë nga zote. S'po të thesën lidhje me gjatësinë e ke. Nuk ka gjatësia që kam doshë, nuk kam doshë më gjatë. Këtu kishte edhe telekomande. Kështu për praktike kënka, por kam dosh një gjatësi pak më të madhe. Kam dy... Oj! Hapen këta. Këta i kam marrë për lule, për t'ja vu lules, që me pështja rrit për ta, po këta kanë super të vogla. Një plan dhe këta. Hej. Edhe këta dosha me këtu. Kam blej një kas telefonit me këtë ngjitsin për me njit në për gjama po metale, edhe është super praktik, edhe në ngjyra pak vjeshtore, na duhet. Që ka marrë të më? Që. Ha? Po, kam marrë një... Se për i herë thoshëm koniskot, por është një charm, personifikon Palestinën. Do e vëj tek Pandora këtu, edhe do e kem kështu. Këto charmsat me zgjatim, dhe më thonë që janë të varur, nuk janë praktik, sepse mund të tresin
edhe janë shumë delikata, por nuk heq dorë. Tani, që kam marrë të ovë që i malli zët edhin, son kanë marru dhe që kam të përësit. Kam përësit një majca për lullet. Është e bardhë, po kanë të dy janë shto. Si me shaj. Mund edhe ta kthej, që ju them që s'm ka ardhur një shoh si është në foto, më ka ardhur me dëmtim, edhe marr lek pak mrapsht. Ja, do duken kështu, edhe duket bukur, edhe kursen vendin, dhe me që orkidet i venume, tani që tregoj që kam marrë tjetër, kam që uroj kiti ma, nështë të bë me lill bukur, me kombinu bukur, why not, por ka kohë që se kam përdor. Unë fakt e kam marrë për me vu tek trench coati mrapa në vend të rripit, se duket trendy. Por të shohim, dizenjën e ka shumë bukur, materialin e ka shumë të mirë për shami, edhe për çmimin që ka pas, e ka shumë të mirë materialin. Kam marrë një tjetër gjatë. Kam marrë këtë lulen që ka këtë si kremç për ta vendosur tavolina edhe për të varë çantën. Është fantastike, është shumë e bukur me këtë lule e bukur, besh, dhe më pëlqej. Se di se ç'a është, këto meturinat po i hell këtu se dojma. Një tjetër nga këto organizuese për lule. Unë se kam porosit, o të pallin se më se kam porosit dy, unë e di se kam porosit vetëm një. Por anyway, sepse kam edhe lule të banje që më t'i organizoj edhe më zgjill punë, kështu që super në fakt u bë, që e kam bë porosim kështu gabim të themi. Në fakt e muja nuk po më zhgënjen dhe ka produkte të mira, për çmimin shikojnë e justifikojnë cilësinë, kështu që për kështu rropa poqesh është ika, të organizoj dhe këto t'ju tregoj pastaj. Kështu duken edhe kopshti botanik i jami. Edhe kësaj video tashmë erdhi fundi dhe uroj ta keni shijuar, po aq sa shijova dhe unë, dhe t'ju ketë pëlqyer, ta keni ndjekur deri këtu dhe të na lini në një koment buk, bëni like në qoftë se akoma nuk e keni shtypur butonin dhe të shihemi sa më shpejt në një video tjetër me super motivim, super energji dhe t'ja kalojmë shumë bukur. Pafshim!